Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jepja një çmimin gjestit, për ndryshe, ish banori kërcënon topin. Ish banori shtëpisë së famshme, Indrit Murati, ka bërë një deklaratë ironike që po bën xhiron e rrjetit. Ai ka publikuar një video në TikTok ku i drejtohet publikisht topit, duke sugjeruar që gjesti duhet ta fitojë patjetër çmimin e madh. I bëj thirrje publike topit t'ia jap çmimin e parë gjestit, se po se fitoi, ka për ta marrë Luana dhe ka për ta futur dhe 3 muaj te ferma VIP. Se nuk rri ai pa e fituar çmimin në këtë lloj formati, u shpreh Indriti. Kujtojmë që ferma VIP ka nisur mbrëmjen e djeshme me Luana Vjollcën si moderatore dhe me Albano Bogdon si kryeplakun e fermës.